Prej këtij muaji, korrekt 2026, përparim Rama vendosi të rriste çmimet e biletave për autobusët e transportit publik. Prishtina, a jeni gati? Kjo u bë nën mashtrimin se po bëj prioritet bileta digjitale. Mirpo, u rrit çmimi edhe i biletave digjitale ashtu si i biletave fizike. Ky mashtrim në sy i bëri të panevojshëm shpjegimin pse ndodhi kjo rritje. Për shembull, autobusët e kompanive private vazhdojnë me mbajtë të njëjtin çmim që e kishin, 50 cent. Çmimi i naftës në qershor kur u mor vendimi ishte më i ulët se në çdo muaj paraprak të këtij viti. Ndërkohë, spati avancim në shërbime. Mospërfillja e orarit vazhdon. Vazhdojnë që autobusët thjesht të zhduken nga radari, e ndalin GPS-in dhe ja therrin dika. Bileta digjitale funksionon vetëm nëse e paguan edhe internetin. Nëse nuk e paguan, edhe wirelessi nuk punon, duhet të përplasesh me kondukterin. Me arrogancë ai thotë që s'janin. Kemi qytetarë të shumë që ankohen për sjelljet e konduktorëve e të shoferëve. Kemi edhe përplasje verbale që i shohim her pas here. S'po flasim për të mbushjen se e teprojmë. Nuk e mohojmë që transporti publik është më mirë se që ishte. Mirpo, në vend se të ecet tutje drejt përmirësimit e përparimit, po ecet drejt përkeqësimit. Përparim Rama është përkeqësim Rama. Prishtina, a jeni gati?